12 vjet më parë, trupat paqëruese të udhëhequra nga NATO-ja hynë në Kosovë për nga po largoshin trupat serbe, që atëherë 12 qershori vitit 1999 cilësohet si dita e lirisë së Kosovës. 12 vjet më pas, Kosova është në vitin e 4 të pavarësisë së saj, ndërsa zyrtarët e NATO-s thonë se është synimi tyre që të vazhdojnë me planet për shkurtimin e pranisë së trupave paqëruese. Aktualisht në teren janë rreth 5.500 trupa nga rreth 10.000 sa kishte në vitin e kaluar. Ata thonë se çdo vendim do të mbështetet në analizat e udhësishme të situatës ushtarake dhe politike, ndërsa sipas planeve në përfundim të gjithë procesit të ristrukturimit të KFOR-it, në Kosovë do të mbeten të paktën 2.000 trupa që do të veprojnë në teren dhe më shumë të tjerë në rezervë nëse është e nevojshme. Në 12 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s, udhëheqësit politik në Kosovë e shohin shkurtimin e pranisë ushtarake si dëshmi të shtimit të qëndrueshmërisë dhe sigurisë në vend. Nëpërmjet një komunikate për opinion të zyrës së kryeministrit Thaçi, thuhet se 12 qershori, dita e paqes, shënon ditën e çlirimit të Kosovës, ditë për të cilën çdo qytetar i vendit ton ka kontribuar dhe sakrifikuar. Sot në këtë ditë të rëndësishme për atdheun ton i garantoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe partnerët tanë ndërkombëtar se do të fuqizojmë edhe më tej për kushtimin ton institucional për plotësimin e të gjitha kritereve dhe standardeve për integrim në institucionet euroatlantike. Agjendë kryesore e qeverisë së Republikës së Kosovës është agjenda evropiane, thuhet në komunikatën e zyrës së kryeministrit Hashim Thaçi. Në përkujtim të kësaj date, në Muzeun e Kosovës është hapur një ekspozit me fotografi me temën Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë, ku pasqyrohen 4 periudha të luftës së Kosovës. Sadik Krasniqi, autori kësaj ekspozite, thot se materialet janë grumbulluar në për të gjitha vendet mike që kanë kontribuar për çlirimin e Kosovës. Konsideroj që materialet janë shumë dimensionale, ka edhe fotografi, edhe dokumenta dhe gjanat e tjera, që të gjitha këto pasqyrojnë larushin shumë dimensionale të luftës së Kosovës, përkatësisht të ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, e cila falë gjakut të derdhur, falë gjeneratave që dhanë, falë martireve dhe falë gjithë asaj sakrifice historikisht e deri të ngjarjeve të fundit dhe mbi të gjitha, duke falendëruar posaçërisht ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë, miqtar ndërkombëtar, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë të tjerë në Evropë, neve sot kemi mundësi të festojmë, të promovojmë dhe të hapim ekspozita të këtij karakteri dhe projekte dhe vepra të ndryshme. Rreth 50.000 trupa të NATO-s u vendosën në Kosovë 12 vjet më parë, ndërsa numri i tyre është shkurtuar vit pas viti. Mbi 120 pjesëtar të trupave të KFOR-it kanë humbur jetën në aksidente të ndryshme gjatë shërbimit në Kosovë, por nuk ka pasur asnjë rast të pësimit të ndonjë pjesëtari të këtyre forcave nga veprime armiqësore. Në Prishtinë vlerësohet se NATO-ja ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm jo vetëm në ruajtjen e një mjedisi të sigurt, por edhe rindërtimin e Kosovës, e cila doli nga lufta me mbi 10.000 të vrarë dhe rreth 5.000 të zhdukur. Bashkë me forcat e NATO-s në qershor të vitit 1999, në Kosovë u vendos edhe administrata e përkohshme e Kombeve të Bashkuara, që ishte parashikuar të administrojë vendin për një periudhë 3 vjeçare. 9 vjet më pas, më 17 shkurt të vitit 2010, Kosova shpalli pavarësinë e cila kundërshtohet ashpër nga Beogradi, por të cilën e ka njohur deri tash 76 vende të botës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.